falenderoj dhe kënaqësinë të dëgjojmë fjalimin e Jetmir Kananit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur. Unë si Fillim kam një pyetje. Çfarë mendoni se ne artistët bëjmë? Ju si mendoni që ne artistët bëjmë? Neve sillim një mesazh apo neve e ndryshojmë komplet mesazhin dhe e përcjellim në një mënyrë shumë negative tek njerëzit? Artistët janë individ veçantë. 1% tjetër mesazhin një unë e përcjell. Ka dhe të mirë, ka dhe të këqij. Por, mbi të gjitha themi një mesazh të drejtë. Sot nga momenti Historia e muzikës. që ku ka filluar Historia e muzikës gjithmonë ka qenë prioritet për cilësinë e mesazhit dhe e ndjenjave dhe e ndjesisë se çfarë neve ndjejmë kur neve këndojmë, kompozojmë apo krijojmë diçka. Dhe për to do flas deri tani. Arti nuk është bukurim. arti është rezistencë. Martin Luther King përdori fjalën si art për të sqaruar mendjen. Sot, arti mbetet një nga armët më të fuqishme kundër shtypjes. Pse sektet kanë frikë nga arti? Arti nxit imagjinatën, krijon empati, ndërton individ të mirë dhe disa organizata kanë frikë nga arti sepse arti nuk bindet. Krijimtaria si akt shpirimi. Kur një njeri krijon, ai mendon. Kur mendon, ai dyshon. Dhe kur dyshon, ai shpirohet. Prandaj, arti ndalohet në strukturat e sektare. Fjalimet e Martin Luther King nuk ishin vetëm politike, ishin poezi morale. Sot, arti vazhdon këtë trashëgimi. Brenda jush ekziston ende krijimtaria. Dhe aty ku ka krijimtari, ka shpresë. Arti nuk mund të burgoset. Goset. Shumë faleminderit. Faleminderit.